Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Falënderime një njohje për të gjithë ju që keni marrë pjesë në drekën tonë palestine. Në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne, ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, sepse kjo ditë karakterizohet nga bujaria juaj, nga humanizmi që keni, sepse kjo na karakterizon ne si kombë. Sepse vullnetarizmi është ajo që vlerësojmë më tepër se gjithçka. Kjo drejtë dështohet një patriotes tonë, Irenës, e cila fatkeqësisht nga një aksident ka ngelur e paralizuar e i duhet një karrocë. Dhe njëherë faleminderit të gjithëve, tani fjalën e ka kryetarja e shoqatës tonë humanitare, Irma Bertiri Dervishi. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në festën e humanizmit. Shoqata humanitare Bashkë për ju falenderon nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, për mbështetjen tuaj në çdo event deri më sot. Ju jeni mirënjohës sepse pa mbështetjen tuaj ne nuk do ishim këtu ku jemi sot. Vërtetimi, kaq shumë njerëz mbas një vit punë ky është fruti jon sot. Ju të gjithë që jeni bashkë me ne. Ju falenderoj shumë nga zemra në emër të shoqatës humanitare Bashkë për ju. Humanizmi nuk është thjesht një fjalë, ai mbark shumë vlera. Nga humanizmi fillojnë të gjitha vlerat e larta njerëzore. Unë them që humanizmi është akti më i lartë njerëzor, është akti bazë që është për zhvillimin e njerëzimit, për të qenë dhe për të jetuar në paqe në një shoqëri sa më të shëndetshme. Nëpërmjet zonjës Joneda, unë falenderoj ambasadoren tonë, zonjë Luela Hajdaraga, nga momenti që kam njohur nga afër, vlerësoj shumë punën e saj, ndihmesën që po jep tek të gjithë bashkëabetarët tanë dhe tek ne shoqatat për bashkëpunimin e saj. Vlerësoj pra shumë lart punën e zonjës Luela Hajdaraga dhe e falenderoj nëpërmjet pjesëmarrjes së zonjës Joneda Doda. Falenderoj nga zemra shoqatën Vllazërimi për pjesëmarrjen e saj sot. Bravo, e meritoni. Falenderoj grupin ambasadorëve të paqes që na kanë ardhur nga Shqipëria për të dhënë këtë titull, për të vlerësuar disa njerëz akoma. Falenderoj grupin Shoqëria për njerëzit në nevojë. Jam një grup humanist. Unë nuk jam e mirë shumë që të lexoj, unë jam e mirë që të shpreh fjalë zemre. Dhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj sot dhe të kalojmë sa më bukur. Ju falenderoj nga zemra. Tani fjalën e ka sekretarja e shoqatës tonë humanitare Bashkë për ju, Arlina Isarai Mite. Të nderuar të pranishëm, të nderuar vullnetarë të shoqatës sonë. Sot jemi mbledhur këtu për të festuar ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit. Një ditë që na kujton se forca më e madhe e një shoqërie është zemra e saj. Dhe zemra rrjedh më fort, ku ne zgjedhim të japim, të ndihmojmë dhe të qëndrojmë pra njeriu në nevojë. Shoqata jonë humanitare ka vite që punon me përkushtim për të ndihmuar familjet dhe individët që përballen me vështirësi. Ne kemi parë si një dorë e shtrirë mund të ndryshojë jo vetëm një ditë, por një jetë të tërë. Dhe kjo është arsyeja pse vullnetarizmi është një nga vlerat më të çmuara të shoqërisë sonë. Sot dua të theksoj me krenari se kjo nismë e bukur ka lindur nga një grup shoqësh të përkushtuara, të cilat me zemër të madhe dhe me vullnet të palodhur kanë
ndërtuar një rrugtim frymëzues. Ne kemi treguar se bashkimi, mirësia dhe solidariteti mund të krijojnë një ndryshim të vërtetë. Të dashur vullnetar, ju falenderoj nga zemra për gjithçka që jepni, për kohën, energjinë dhe mbështetjen tuaj. Ju jeni shembull i përkufizimit të fjalës, humanizëm. Pa ju, asnjë prej nismave tona nuk do të ishte e mundur. Le të vazhdojmë të forcojmë këtë mision. Le të jemi zëri i shpresës, dora e ndihmës dhe fytyra e solidaritetit për komunitetin tonë. Së bashku jo vetëm që festojmë ditën e vullnetarizmit, por çdo ditë e kthejmë në një mundësi për të bërë mirë. Ju falenderit dhe ju uroj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj. Falenderit. Kemi një përshëndetje të veçantë e cila vjen nga Zvicra, nga presidenti i historianëve shqiptar në botë në Selinë Zvicër, zoti Murat Ajvazi. Ai shpreh dëshirën në pamundësi për të qenë bashkë me ne sot të marrë emrin ambasadori paqes botërore dhe t'i bashkohet grupit ton human. Ju dërgoj përshëndetje dhe respektet e tij nga Zvicra. Tani do doja të shikojmë në ekranin këtu tonë, punën tonë 1 vjeçare, për të gjithë juve të na njihni se kush jemi neve, sepse disa na njohin që ne kemi vite këtu tek Eliza, që bëjmë këto koncerte, i bëjmë për humanizëm, por në këto video do shikojmë puna jonë e vajzave tona. Ju lutem ta ndjekim të gjithë së bashku. Irma Mërtiri Dervishaj, kryetari i shoqatës humanitare Bashkë për Ju. Humanizmi nuk është thjesht një fjalë, është një fjalë që mbar shumë vlera. Është akti më i lartë njerëzor për njerëzit në nevojë, për njerëzit që u jep në hall dhe në probleme një shpresë. Përshëndetje, jam Julinda Taka Çapeli, jam antare shoqatës Bashkë për Ju, ndihmë që prek zemrat. Me këtë shprehje dua të shpreh dëshirën time që jam në këtë shoqatë. Jam Arlinda Isaraj Mitaj, sekretare shoqatës humanitare Bashkë për Ju.
humanizmi është forcë që bashkon gjithë botën. Veprimtaria jonë është të ndihmojmë njerëzit në nevojë dhe të jemi pranë tyre. Silvana Dedi, jam antare e shoqatës Bashkë për Ju. Të japësh një dorë, një mbështetje, një përqafim dhe dashuri është një dritë, një shpresë për një të ardhmen më të mirë. Jam Albana Shekës Lozeqi, kryetare e shoqatës Bashkë për Ju. Mirësia është gjuha që kupton çdo zemër. Bëhuni pamirë sepse nesër mund të jeni juaj që keni nevojë. Quhem Kristina Zozo Drami. Humanizmin e kemi në shpirt, jam një shpresë për ata që kemi nevojë, që kanë nevojë. Jam Tatjana Druga. Humanizmi si jetë shpresë, dashuri, mirësi dhe lumturi. Amance, humanizmi është ure që në bashkon. Kur dikush bie, ne ngrejnë. Kur dikush ka nevojë, ne ofrojnë. Bashkojmë ne. Jam Jeta Skëndi, jam antare e re në shoqatën Pamirëse dhe dua që të ndihmoj mirësi, agap dhe dashuri. Bashkë për Ju! Në fillim do të doja të ftoja zonin Joneta Dodaj, që të na thoshte dy fjalë. Përshëndetje dhe nga ana ime, në emër të Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Greqi është në kënaqësi që të ndodhem sot pranë jush dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Në eventin tuaj që organizohet në kuadër të ditës ndërkombëtare të humanitarizmit. Dhe me këtë rast dëshirojmë shumë të përgëzojmë për punën e përkushtuar dhe punën humanitare që ju bëni në heshtje. Dhe për këtë do dëshiroja një duar tërhiqje për shoqatën Bashkë për Ju. Ambasada jote ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë me shoqatën Bashkë për Ju dhe me zonjën Irma Martiri Dirmishaj. Dhe është vërtet një vlerë shumë e çmuar sot në ditën tonë të kemi anëtarë të komunitetit tonë të cilët në përkushtim ofrojnë ndihmë dhe marrë kohë nga jeta e tyre personale, por shpeshherë duke lënë një disa gjëra dhe duke ja ofruar bashkëpunëtarëve tanë dhe jemi shumë mirë në ndjeni të punës tuaj dhe të humanizmit tuaj dhe ju urojmë shumë suksese të mëtejshme në misionin tuaj humanitar dhe është vërtet një kënaqësi bashkëpunimi jonë me ju dhe ambasada mbetet pranë çdo familje shqiptare në nevojë dhe do ju lutesha shumë që të jeni dhe ju pranë nesh dhe të na informoni për çdo nevojë të shtetasve tanë. Ju uroj shumë suksese dhe të kaloni sa më person. Ju falenderoj shumë. Falenderoj nga zemra zonin Joneta Doda, e nga trova prapë, do më falësh Joneta, për mesazhin e fortë që dha sot. Pra, ne nuk jemi vetëm, shoqata jonë humanitare nuk është vetëm, pra nesh është zonja Joneta, zonja ambasadore Luela Hajdaraga dhe pranë të gjithë neve është ambasada jonë, ambasada e Republikës Shqiptare për Greqi. Ju falenderoj nga zemra zonja Joneta. Do të lutesha kryetarit të shoqatës vllazërimi zotit Niko Çuri dhe zonjës Vasilika Saka. Që të në japin dhe ata mesazhin e tyre sot, ditën e vullnetarizmit, ditën e humanizmit. Të dy, jo njëri vetëm, ju jeni bashkë paket. Mirëdita dhe përshëndetje të gjithëve. Në emër të shoqatës Vllazërimi, të kryesisë së saj dhe të përfaqësuesve të shoqatës Vllazërimi që janë sot në këtë festë, ju uroj shoqatës Bashkë në shoqatës humanitare Bashkë për Ju, kryesisë së saj dhe kryetares zonjës Irma Martiri, suksese dhe vetëm suksese. Organizimet e bukura që bëni na bëjnë që të marrim edhe në shembull edhe të gjithë nga bëni organizime shumë të bukura, detyra që keni ju, detyra humanitare, ato që bëni ju, është
shumë delikate dhe është për njerëzimin, për të gjithë ata njerëz që kanë nevojë. Edhe ne jemi të detyruar nga ana shoqërore njerëzore të ndihmojmë, të jemi pranë jush dhe për çdo ndihmë të jemi mbështetës tuaj. Gjithashtu, ju uroj suksese në të ardhmen, juve, shoqatës tuaj, kryesisë tuaj, përshëndetje të veçantë kam për ambasadorën e paqes për Greqinë, zonën Arlinda. Suksese paqe gjithmonë, organizime të bukura paqe gjithmonë dhe ju falenderoj për detyrën tuaj humanitare. Përshëndetje nga ana ime. Falenderoj shoqatën bashkë për ju, për nderin që na bën, që të jemi së bashku në këtë festë humanitare dhe gjithashtu falenderoj kryetaren e kësaj shoqate zonjën Mirë Martini dhe ambasadoren e paqes për Greqinë, zonjën Arlinda Isaran. Dhe falenderit kalofshim për. Ju falenderoj dhe juve për mesazhin tuaj human, respekt për ju. Do doja që të ftoja zonjën Lefteri Metkaj, të na jepte edhe ajo mesazhin e saj për ditën e humanizmit. Me pak fjalë me shumë zemër. Ju përshëndes të gjithëve. Unë sot ndodhem këtu për të vlerësuar punën e këtyre zonjave që punojnë me shumë humanizëm, me dashuri dhe voluntarizëm për komunitetin shqiptar, si këtu në Greqi, por dhe largë. Dita ndërkombëtare e humanizmit dhe voluntarizmit është kjo ditë sot, që këto zonja na kanë mbledhur këtu për të nderuar të gjithë vullnetarët e komunitetit shqiptar këtu në Greqi dhe pikërisht këto zonja që shkojnë shtëpi në shtëpi atje ku është nevoja, atje ku është mundësia për të dhënë një shpresë, një jetë. Unë i përgëzoj shumë Arlindën, Albanën dhe Irmën, që jo vetëm këto bëjnë shërbimet e humanizmit atje ku është nevoja për të dhënë ndihmë ekonomike, po këto zonja kanë qenë pranë mësimit të gjuhës shqipe, duke përkrahur fëmijë, duke u sjellë dhurata, duke u dhënë shpresë prindërve, duke sjellë bashkimin, sepse humanizmi është një bashkim. Dhe këtë neve do ta përcjellim të gjithë brezat. Unë i përgëzoj shumë këto zonja. Faleminderit të gjithëve që ndodheni sot këtu për të nderuar këto. Suksese. Faleminderit zonja Lefteri për mesazhin tuaj, kaq të vlefshëm. Do doja të jepte dhe kryetari i shoqatës Shoqëria për njerëzit në nevojë Kastriot Asur mesazhin e tij për ne të gjithë sot. Zoti Kastriot. Faleminderit dhe zonja për mesazhin. Kush nuk i njeh, është një organizim, është shoqëria për njerëzit në nevojë. Janë dhe ata një shoqëri humanitare që ndihmojnë njerëz patriotët tanë. Do doja të jepja fjalën dhe zonjës Safete e Skartades që të na jap dhe një mesazh për ditën e sotme. Përshëndetje fesër motra tona shqiptare. Jemi mbledhur të gjithë këtu diaspora shqiptare që nga Shkodra e gjithë qytetit e Shqipërisë, s'ka gjë më bukur, gjë më mirë që jemi mbledhur, jemi shumë humanitar. Unë jam një shkodrane zënë bujare, gjithmonë bëj pamirësi, jam me shumë aktiviste, marr pjesë ku duhet patjetër, sikur ishte katastrofa ujit, katastrofa zjarrit, terremeti në Tiranë.
jam shumë aktiviste, jo me fjalë, po me vepra, të ndihmojmë njëri tjetrin, të flasim fjalë të mira nga zemra, të jemi të bashkuar, gjithmonë, se gjithmonë bashkimi bën fuqi. Kam shumë respekt për shumë shoqata që mora pjesë festet të flamojtë të shtetit mamatori të shoqata Vllazëria Nikocuri, Vasilika, Sakaj, me respekt të veçantë. Gjithashtu, isha dhe të shoqata e Lidhjes Gruas Leona Katora, njësoj me vlerat e larta si që njihni të gjithë, është një zoj e palodhur, kemi kënaqësi kur marrim pjesë të dy shoqata. Shoqata tjera ka plot, po varet se aty vjen zemra, aty është humanizmi, aty është dashuria për njëri tjetrin, aty kemi ngrohtësi. Ju përshëndes shumë, të keni respekt, gjithmonë jemi të bashkuar, të ndihmojmë sa të mundemi. Faleminderit shumë nga zemra për të gjithë për orën që morët, shtisi respektoj, jeni gjithmonë, edhe unë jam drejtoresh ekzekutive investigative sensibilizuese tanë Greqi, ndihmojmë motrat tona mas me shkon vetvrasje. Kushdo që ka nevojë për motra, për vuajtje, mos jetoni me dhurin e askërkuj, sepse një jetë kemi, jetën ta bëjmë jetë, të jemi gjithmonë krenare si jemi shqiptare, jemi që të bashkuar. Kush ka nevojë, unë jam pranë jush, unë jam zoja Safetës Kartatë Shkodrania, që ndihmoj motrat tona kudo që t'jetë nevoja. Faleminderit. Jam përshëndetje e paqes botërore nga Brukseli me dokumenta që mi ka dërguar me shumë vite që nuk me njihni se janë shumë vite emigrante, 35 vjet në Australi, Greqi, edhe jam internacionale që ndihmoj. Ju nuk njihni të gjithë, po ju falenderoj shumë nga zemra të gjithë. Faleminderit. Doja të zonjën Lura Labani, kryetaren e shoqatës Busulla e Tiranës na jep dhe mesazhin e saj sot për këtë ditë. Për ullën para jush, jeni ëngjë të tokshëm, të kaloni sfidat dhe përficat të rritit dhe realizimin e misionit tuaj shpirtëror. Me pëndrisa që të në forcë për të arritur me dignitet rezultate, e pa film për ju. Faleminderit për respektin dhe për mesazhin që ka zonja Lura. Tani nga Busulla është kryetaria e shoqatës Busulla e Tiranës, për kë nuk e njeh zonja Lura. Tani do të donim që të vinte grupi Valles, të fillojmë që të kalojmë sa më bukur, të fillojmë këngën e Vallën tonë. Për atë që jemi mbledhur sot, kalofshi sa më bukur ja unë nga zemra, ju faleminderit edhe një herë.
vajzave që realizuan të koreografikaj të vështirë në pandin. Shumë faleminderit nga zemra. Ju dua trokitje të fortë ju lutem.
keni dhe çfarë ju del nga zemra për ta ndihmuar. Ne kemi mbledhur një shumë deri tani për ta ndihmuar për të mundsuar blerjen e karrocës. Kjo kërkesë u bë me zonjën me kërkesën e zonjës Dashuri Jeta Divintari, kryetaria ambasadore të paqes në gjithë Evropën, na kërkoi kutinë që ata të ofrojnë çfarë mundet dhe çfarë kanë dëshirë dhe kushdo nga ju falenderit shumë. Kjo është kutia. Kush mund të ndihmojë nuk është që të na bëj keq, është që ta ndihmojnë, të japim kurajon asaj zonje me ndihmën tonë. Ju falenderoj të gjithëve. Ja pra ky është humanizmi. Ky është humanizmi, falenderoj nga zemra.
dita jo, na vjen mysafirët duhet të t'i respektojnë. Zonjat nga Tirana kanë ardhur në kas për neve. Kanë ardhur, këto janë ambasadoret e paqes, këto dashurit dinitari, është ambasadore e paqes botërore për të drejtat e njeriut dhe 202 vendeve të botës. E ftoj këtu, kjo dhe stafin e saj udhëroni. Këto zonja është viti 2 që na deroj, na kanë dhënë një mision të rëndësishëm shoqatës tonë. Këto e përpisin e meriton. Shoqatës tonë i ka dhënë një detyrë të rëndësishme që neve të gjejmë këtu në komunitet njerëzit më vullnetarë, njerëzit më të ndeshëm që punojnë me kontribut të pastër dhe na nderojnë në komunitet. Është viti 2 që po e bëjmë këtë bashkëpunim dhe jemi shumë të kënaqur ne si shoqata humanitare bashkë ju që e kemi këtë ndeshje që kemi mundësi në komunitet të bëjmë diçka të bukur. Unë ka shkisha, janë me kam në dorë në kryetarja shoqatës tonë. Zonja Vasilika Përshëndetje të gjithëve. I kam zemrën të mbushur plot kur shikoj vlezër, motra, nëna, nipër, mbesa që kanë ikur nga vendi i tyre dhe jetojnë në Greqi. Ta dini se dhe ne që jemi atje jemi bashkë me juve këtu. Një falënderim të veçantë vjen nga pjesëmarrja e ambasadës të Shqipërisë që është këtu në Greqi, që ta dinë dhe ajo jep një mesazh ambasada që me vërtet shqiptarët janë këtu, por nuk janë vetëm. Kanë me mbështetjen e ambasadës të Shqipërisë këtu. Ne jemi misionerë të paqes dhe kemi shumë vite që lutojmë për paqen, jo në Shqipëri, në Greqi, por në Evropë dhe në 202 vende të botës. Ne jemi krenarë që bëm të udhtim dhe jemi këtu midis juve për të emëruar njerëzit e paqes, po ne të gjithë njerëzit e paqes jemi, sepse nëna tona që punojnë këtu janë humane dhe njerëz të paqes, sepse merren me familjen, ka rritur fëmijët, ka respektuar edhe të tjera. Dhe ne jemi krenarë dhe do vim gjithmonë, do të mbështesim si nga shoqata bashkë, po edhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Paqja qoftë në familjet tona dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Respekt e pakun. Atëherë po vazhdojmë me ambasadorët e paqes botërore për të drejtat e njeriut për Greqinë, por edhe në 200 vende të botës. Dhe ambasadorja e parë që do zgjidhet për Greqinë është zonja Vasilika Gjuri për Greqinë. Do donim që zonja Joneta Dodaj t'ja jepte titullin zonjës Vasilika Gjuri. Shumë faleminderit Joneta. Ky titull u jepet njerëzve për vlerat e tyre, për përkushtimin për punën, dhe një nga këto zonja Vasilika ka dhënë shumë vlera, sidomos për të çuar vlerat tona folklorike kombëtare. Shumë faleminderit zë Joneta, shumë faleminderit.
falenderoj zonën Dashurin Divintari për besimin që më dhanë. Këtë titull do ta mbaj me përkushtim, me nder. Do jem dhe unë një zë më tepër për humanizmin dhe të drejtat e njeriut. Në shumë skena jemi vlerësuar bashkë me grupin polifonik Vllazërimi dhe kemi marrë vlerësime të ndryshme. Po ky vlerësim është tjetër gjë. Ky vlerësim është dashuri, është ndjenjë, është mirësi dhe unë do ta mbaj me nder. Ju falenderit. Jam shumë e gëzuar që ju kam të gjithë ju, shoqatën Vllazërimi dhe grupin polifonik që më ka shoqëruar në këtë sallë. Ju falenderit. Ju falenderoj. Për grupun nga shoqata Vllazërimi, që gjithmonë më ka vlerësuar dhe unë do punoj gjithmonë për ta justifikuar vlerësimin e shoqatës Vllazërimi. Ju falenderit shumë. Falenderojmë zonë Eva. Falenderit Vllazërimi, falenderit zotë kryetari Koçuri, falenderit grupi polifonik, falenderit të gjithëve. Përshëndetje dhe nga unë. Jam një antare thjesht e shoqatës Vllazërimi. Jemi mbledhur këtu mbi 30 veta. Kjo do të thotë për ju, kjo zonjë Afrika Sakaj, ndërsa për ne shoqata Vllazërimi është një shoqe e mrekullueshme, është një nënë e dashur, e respektuar dhe uroj nga zemra i shoqata Vllazërimi të ketë suksese sa më të larta, sepse është vërtet një zonjë mrekullueshme dhe meriton shumë merita. Të duam shumë Vllazërimi. Shumë falenderit për të gjitha për mesazhet që jemi, vazhdojmë me radhën e titujve të ambasadorit paqes. Basilika mi se erdhe në shtëpinë e madhe të paqes botërore për të drejtat e njerit. Ta dish se ke një rrugë shumë të madhe për të punuar dhe jetuar këtu në Greqi, që çdo familje që është në nevojë, i sëmurë ose pa qejf ose ka një stres i madh, ju e duhet të jeni pranë atij të jepni paqe. Respekt e patrull. Titullin e dytë e merr Marlinda Gjota. Në një kohë që Marlinda është mësuese dhe asnjëherë në territorin të gjithë shqiptarë kudo që janë mos të mbasi origjina e gjuhës së nënës. Duhet të bëni të pamundur dhe sakrificë që të gjithë fëmijët të flasin shqip kudo që janë. Përshëndetje dhe nga unë. Në ratë të parë, kënaqësi që ndodhen këtu mes jush. Kënaqësi që ndodhen në këtë organizim kaq të bukur, organizim bamirësie, organizuar në rastin planuar të ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit. Ju falenderoj përzemërsisht. Falenderoj ambasadorët e paqes. Me të vërtetë ke emocione kur merr titullin ambasador për paqe, ambasador për të drejtat e njerëzit, ambasador për misionin vullnetar këtu në Greqi. Unë besoj se në komunitetin ku jeton, shoqëria, komuniteti merr vlera kur ne bashkëpunojmë njëri tjetrin, kur ne mbështesim njëri tjetrin, solidarizohemi, kur secili prej nesh jep kohën, energjinë, aftësitë e tij pa u shpërblyer. Edhe një herë, falenderoj shoqatën Bashkë për Ju, shoqatë humanitare, shoqatë bamirësie. Falenderoj ambasadorët e paqes që erdhën këtu sot për ta vlerësuar ne. Gjithashtu si sekretare shoqatës së migrantëve shqiptarë në Greqi kaq vite, jam e detyruar të falenderoj për mbështetjen që më kanë dhënë për misionin tim fisnik mësuese vullnetare e gjuhës shqipe. Ju faleminderit.
urime dhe suksese dhe miserë në shpinë e madhe të Paqes. Nuk kam fjalë më të flasë se ti jeni syshe që jetë të pa mundur për njerëzit e fëmijë që jetojnë këtu në Greqi. Ambasadoren e rizgjedhur për paqen botërore për të drejtat e njeriut të Greti Lenti. Përshëndetje gjithëve. Kënaqësi e veçantë të ndodhem këtu. Faleminderit për mirësimin, faleminderit për ftesën. Humanizmi është mënyra e të menduarit mbi njeriu, mbi dignitetin dhe mirësinë e tij. Humanizmi është mendimi që çdo person, çdo njeri ka të drejtë të rritet, të mësojë dhe të bëjë përpjekje për një jetë sa më të mirë. Humanizmi nxit respektin për njëri tjetrin dhe të bën që të kesh një mendje të hapur për të bërë përpjekje me gjithë të tjerët, çdo njeri të ketë drejta njerëzore të barabarta në botën ku jetojmë. Le të jemi shpirt mirë, le të ndihmojmë njëri tjetrin, le të mendojmë njeriu që kemi pranë, le të bëjmë gjëra të vogla por me dashuri të madhe, ashtu siç ka thënë edhe Nën Tereza. Faleminderit. Misteri në shpinë e madhe të Paqes botërore për të drejtat e njeriut. Ambasadoris të Paqes botërore për të drejtat e njeriut. Misteri dhe në shpinë e madhe të Paqes, për një sukses e mëteshme. Jam shumë e lumtur që jam pjesëmarrëse në këtë event kaq të rëndësishëm.
Falënderimi është që këtë shumë organizatër për këtë vlerësim, sepse është një vlerësim nga një organizatë humanitare që ka bërë dhe bën shumë për gjithë familjet të nevojë dhe për atë ku duhet të ndihmë. Kjo është një nder i madh për mua, prandaj sa se falenderit shumë të gjithëve. Uroj të gjithë patriotët tanë gëzuar festat e fund vitit. Kam nderin e madh të jap këtë vlerësim mësueses Irma Zaka, e cila ka punuar 40 vite në arsim, si në atë dhe këtu në diasporë, me rolin dhe vlerat e saja, ka ndihmuar fëmijët në gjeneratat e reja duke i dhënë arsim dhe edukim kombëtar. Gëzuar dhe suksese! Në skej Dura dhe Bani, koreografja që zbën ato vallë kaj të bukura që... Mirë erdhni në shtëpinë e madhe të paqes botërore për të drejtat e njerëzit. Ju meritoni këtë titull sepse dëshisha jote jep gjithmonë paqe. Të uroj suksese dhe mirë se ke ardhur për vazhdosh kështu të përkrash të gjithë shqiptarët që jetoni ty dhe të nëmë. Vjosa Kasamin, unë doa të flasim qik për të gocën, sepse kemi 24 orë që jetojnë në familjen e kësaj dhe sato që ishte dhe turni natës në punë, nuk e di si kur jemi ndjerë, kemi 30 vjetë që jetojnë në familjen e kësaj. Respekt e ka fund për njerëzit komande të paqes e të dashur për njëri tjetërin. Të ruj suksese të mëteshme, mirë se ke ardhur në shtëpinë e madhe të paqes botërore për të drejtat e njerëzit për 322 vende të botës. Të jesh e kalorur, siç je me ne këto 24 orë. Përshëndetje të gjithë bashkëdhetarëve të mi, sot që jemi bashkuar për të bashkë. Familje madhe është se kemi ne shqiptarë të bashkohet. Jemi bashkuar bashkë në të mirë e në keqe. Se jemi rritur e të kemi traditën tonë shqiptare, humaniste,
paqes të jenë këtu që të bëjmë një fotografi. Ta kemi, ju lutem, zonja Vepiredi dhe gjithë zonjat e tjera, mos u largoni, duam një fotografi. Ju lutem. Sekretaren e ambasadës të Shqipërisë në Greqi, se ne i kemi tradit që zonja Doda kur të shkojnë në ambasadë atje të çojnë mesazhin e paqes, që ka njerëz të paqes dhe të jenë të gjithë të paqes, këta që punojnë në Greqi të ambasadës pranë shqiptarëve, çdo anë që të kenë të falin paqe, dashuri dhe miqësi. Dhe unë shallin tim të paqes për ja adhuroj. Dhe ky shall të shkojnë në ambasadën e Greqis këtu, që është ambasada shqiptare. Shumë faleminderit. Ky në qoftë se nuk është akt paqe dhe dashurie. Shumë faleminderit. Për t'ja dhuruar shoqatës bashkë për ju. Dhe përshëndetje të gjithëve, me falënderim i veçantë për vajzat e shoqatës, drejtuesit e kësaj shoqate, vajzat më të mrekullueshme të gjithë shqiptarë Shqipërisë. Me falënderim për pikjen e ngrohtë që na kanë bërë dhe na kanë bërë të ndihemi si në familjen tonë, si në shtëpinë tonë. Bravo vajza, bravo për punën e palodhur që ju bëni. U ftoj që të kemi një bashkëpunim në shoqatës bashkë për ju dhe shoqatës të ndihmojmë së bashku. Bashkë do të bëjmë shumë punë, të ndihmojmë njerëzit në nevojë, të gjendemi atyre sa më afër. Faleminderit dhe njerë të gjithëve dhe suksese në këtë rrugtim të bukur, por dhe shumë të vështirë. Faleminderit. Ju jeni familja jonë, jeni ambasadorët e paqes në botë. Pra, ju jeni human, jeni njerëz të paqes, jeni njerëz të mirë kudo. Porta jonë është hapur gjithmonë për ju. Në shenjë falënderimi, një simbol i vogël, por me një domethënie të madhe nga Shqipëria, vjen për shoqatën bashkë për ju. Shqipe, shumë faleminderit, kudo që jeni.
Shqiponja. Patriot dhe generalve, çobanit të cilës të jare, edhe të lozës në male. Kurin im në prekë të teti, me ty këndë e prezantova. Jetë të dashurica, jetë që dashurova. Kurin im në prekë të teti, me ty këndë e prezantova. Këndova demokracisa, edhe këngët e kurëbeti, për ligjë male dhe mena, për fëmit në fund të deti. Demokracisa, edhe këngët e kurëbeti, për ligjë male dhe mena, për fëmit në fund të deti. Këngën lape në mërëgima, e këndojmë me elegji, për vëndin në ku kemi lera, për të shtrejtën dhe Shqipër. Rrës Shqipëria! Këngën lape në mërëgima, e këndojmë me elegji, për vëndin në ku kemi lera, për të shtrejtën dhe Shqipër. Ju falenderit shumë. Lindis
Ora ti e shkret në buzë, gozu kërsa ka më lezete, e do ta ti me vërë o shokë, e për një minute, e për në mërkja e dhjamë, e për të 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 more ka me ti, që do shtë shokë në pare, s'ka më në ti o për me ti. Oi,